si po del vetëm ta hapim më saktë. Del që vetëvendosja ka 56 deputet aktualisht. Në këtë ndarje, dikun 21 i bjen të ketë PDK 3 më pak, edhe 14 i ka Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe 6 i ka Aleanca për Armërinë e Kosovës. Pra, rikuperimi i vetëvendosjes ku ka ndodhur kushtrim në numër deputetëve është 2 nga PDK-ja dhe 6 nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Pra, këta 8 deputetë që janë shtu kanë qenë 48, janë për 56 janë marrë këtyre 2 subjekteve politike krahasuar me 9 shkurt. Dhe që i bie Aleanca për Armërinë e Kosovës e ka fituar një deputet sepse ka patur nisma, po. I ka fituar 2 Aleancës, i ka pas 4. A 4 i ka pas apo 5? Sa ishte 4 apo 5? 7 i ka pas komplet. Jo, po flas pa nismën, pa nismën. 4, po. 4 i ka pas. 4 i ka pas. Po. Pa nismën. Pa nismën kanë qenë 4. Se 3 i ka patur nisma. Po, 7 deputetë ishin tërsi. Ka qenë Lahë Beka, 2 vllaznet edhe Timja. 5 pra. Atëri bie që ka marrë një deputet. Lahiu nuk ka qenë në të fundit. Po ka qenë brenda. Ka qenë? Lahiu ka qenë brenda. Lahiu në të fundit, po. Mirë, që AK ka rikuperuar një deputet. Atëherë po i bie që 8 deputet i ka patur. AK-ja me nismën. Nëse është 8. 5 plus 3. Po. Që i bie që vetëvendosja kushtrim me votat e diasporës minimum e merr edhe një deputet, që në këtë rast i hiqet PDK-s. Pra PDK-s zbret në 20 dhe vetëvendosja kalon në 57 deputet. Pra LDK dhe AK nuk humbin më. Nuk ka si mundësi të humbin pozicionet e deputetëve dhe pas numërimit të votave nga diaspora, atyre me kusht dhe në votim drejt për drejt që ka ndodhur në për ambasada, i bie që minimum vetëvendosjes t'i shtohet edhe një deputet. Në rast se kalon në 50 deputet, që pak e shoh të pamundur sepse duhet kalojnë mbi 65% të elektoratit që kanë votuar nga diaspora për vetëvendosjen, atëherë i bie që deputeti i radhës t'i zbritet prapë LDK-s, pra mbetet në 13. I bie që të shkojnë në 58 pra vetëvendosja, 13 LDK dhe 20 PDK. AK-ja nuk rrezikon as të bie nga praga as të rritet, kështu që e ka 100% të sigurt që këta 6 deputet do t'i mbaj në legjislaturën e ardhshme të kuvendit. Komplet diskutimi ose misteri i kësaj pune është te numri i votave që sidomos vetëvendosja ka marrë nga diaspora dhe nga votimet e ambasadave, dhe aty do të dihet më saktësisht. Për që jam i sigurt që një deputet vetëvendosje do ta shtojë nga këto vote. Nga diaspora. Do të shkojnë në 57 dhe PDK do të mbetet në 20. Po a përcillet zakonisht trendi i votave nga jashtë që janë me këtë që është brenda?